Mos e hidhni asnjëherë lëkurën e portokallit. Përdoreni në këtë mënyrë dhe do befasoheni. Portokalli është i pasur me vitaminën C, kalium i cili ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi, por edhe kalcium thelbësor për shëndetin e kockave. Për shkak të përmbajtjes së antioksidantëve, konsumi i tyre shoqërohet me një ulje të rrezikut të problemeve të laringut dhe stomakut deri në 50%. Gjithashtu ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare dhe goditjeve në tru. Largon aromën e mbeturinave. Për të hequr aromat e pakëndshme që grumbullohen në kalimin e kohës në koshin e plerave, mund të lini disa lëvosh nga portokalli, të cilat kanë aftësi të thithjen erat e këqija. Ai mund të freskojë frigoriferin. Vendosni lëkurat e portokallit në frigorifer dhe spërkatni me pak krim. Kështu do të thithni aromat e rënda. Mund të shërbejë si një detergjent, pasi mund të vendosen në një kavanoz me uthull dhe të bëni pastrimin e ambienteve të shtëpisë. Mund të rifreskoni atmosferën e shtëpisë dhe të pastroni njollat kokforta.